Cili do që të jetë vendimi final i gjykatës kushtetuese mbi marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave serbe, ai vendim mund të jetë spekulativ. Ky është njëri nga konkluzionet e dala nga raporti i fundit i Institutit Evropian për çështjen e minoriteteve në Kosovë. Adrian Zeqiri, drejtori i këtij instituti, tha se arsyet që mund të dërgojnë deri tek një vendim spekulativ i gjykatës kushtetuese ka të bëjë me natyrën e lëndës që është duke e analizuar kjo gjykatë. Marrëveshja e Brukselit është një marrëveshje e parimeve dhe parimet si të tilla nuk janë të shterura. Detajet se si do duket asociacioni në versionin final, domethënë statuti, ende nuk është i shkruar. Edhe është paksa spekulative që gjykata të vendos për një marrëveshje të principeve ku nuk janë të ofruara të dhënat finale. Zeqiri shtoi se tani gjykata kushtetuese duke mos pasur një draft status përfundimtar, nuk mund të ofrojë një qartësi dhe vendim përfundimtar. E mira e kësaj masës përkohshme të suspendimit është që do t'i lejoj edhe ofroj kohë edhe mundësi partive politike, sidomos partive politike shqiptare, që të mundohen që ta kenë një bashkëveprim edhe një komunikim më konstruktiv. Sipas Zeqirit, zgjidhja më e mirë është përfshirja e Kuvendit të Kosovës në hartimin e statutit të asociacionit të komunave serbe. Ai tërhoqi varëtin se kur është nënshkruar marrëveshja, është thënë që asociacioni do të krijohet brenda 6 muajsh. Po bën 6 muaj, nuk kemi kërkon në hartimin e statutit. Normalisht që një proces që plane optimiste dhe mandej nuk mundet me u përmbajt aty në planeve e diskrediton komplet edhe procesin e dialogut. Andaj Zeqiri thotë se ne edhe në raport sugjerojmë që të mos japim premtime shumë optimiste që nuk mund të zbatohen brenda afatit.